Po shëqën, gjatë luftës, dihet ona jone Gollakut, kemi qenë të angazhuar qysh në fillimet e organizimit e luftës OÇK-s, ne si familje, si rreth, unë vllavë, dhe kështu erdhëm dejte Ramja, vllavi im dëshmor bie me 19 prill të vitit 1999, gjatë ofenzives së Gollakut. Dhe vazhdim basi u kry lufta, është mbajtë kuvendës e dhore dhe mu me ka zedh kuvendi dhe prej luftës së këtej jam në shoqatën e familje dëshmore dhe mbaj pozitë sekretarit të dëshmore, deri në Prishtinës. Po, sa është e vështirë me qenë pra në këtë pjesë, do mos kur kemi të bëjmë me familjet e dëshmoreve, sa është e vështirë me qenë afër tyre? Po, është pak e vështirë, është emocionale kur të kesh punë, kështu se janë edhe familje, krenarie, dhe janë të momente kur nuk mundesh t'i bësh zgjidhje, po shpresojmë që edhe me angazhimin edhe institucioneve dhe shpresojmë që të bëhet zgjidhje dhe të dolën të ndihmë atu ku ka nevojë familje dëshmore, fëmijët e dëshmorëve dhe zakonisht në punësim dhe të kenë një mirëqenie më të mirë, sepse ata kanë rënë që Kosova të jetë e mirë dhe të rinjtë tanë, dhe familje dëshmore, invalid, veteran, ta gjejnë veten këtu dhe të punojnë për Kosovën e lirë, për gjithë ata që kanë dhënë jetën për këtë vend. Po, a mendojnë